Ditë më parë, në sallën e shfaqjeve të Pallatit të Kulturës Bulqiz është organizuar një aktivitet për prezantimin e librit Historiku i Shkollës së Mesme Bulqiz me autore ish mësuese në kësaj shkolle Nafie Jellën. Në aktivitet morën pjesë ish drejtues mësuese nxënës ndërvite të kësaj shkolle, mori pjesë kryetarja e Bashkisë Festime Mjeshtri, përfaqësues të arsimit në Bulqize Qarkun Libër dhe qytetare pjesëtar të familjes së autores. Aktiviteti u moderua nga ish nxënësja e kësaj shkolle, aktoria e njohur Mirela Skarra. Të dashur drejtues, mësues, ish nxënës, miq e të ftuar të respektuar. Jemi mbledhur sot këtu, jo vetëm për të festuar botimin e një libri, por për të nderuar një histori. Historinë e shkollës së mesme Bulqiz. Për dekada me radhë, ajo ka qenë një dritare dijeje, një vatër formimi dhe një urë lidhëse drejt së ardhmes për të gjithë brezat e nxënësve të rinj. Në fakt, unë do ta quaja një testament shpirtëror. Një testament shpirtëror, sepse brenda atyre faqeve jetojnë të gjitha ëndrat dhe arritjet tona, sepse brenda atyre faqeve jetojnë ato momentet e vogla që kanë bërë ndryshimin e madh në jetën e gjithë secilit prej nesh. Në vijim për të pranishmit u shfaq një dokumentar rreth rrugëtimit ndër vitet të kësaj shkolle, të realizuar nga Ledion Karaj. Më pas e mori fjalën për të përshëndetur kryetarja e Bashkisë Festime Mjeshtri, e cila përgëzoi autoren për botimin e këtij libri monografik kushtuar institucionit të arsimit të mesëm në Bulqiz. Përshëndetje të gjithëve. Jam e lumtur që takojmë sërish në salën Nafie. Njerëz si ajo që nuk lodhën kur duke kontribuar për qytetin dhe për njerëzit. Ndaj, dera e bashkisë do t'jetë e hapur, jo vetëm për ta mirëpritur, por edhe për ta falenderuar dhe vlerësuar. Jemi krenar që në bibliotekën tuaj u shtua edhe emri i Zysh Nafies. Ky është një dhuratë e çmuar që na keni lënë në bibliotekë, veçanërisht komunitetit, por më shumë do të shërbej brezave të rinj. Faleminderit nga zemra Zysh Nafie. Për të dhënë një tablo më të plot rreth librit e mori fjalën doktori i shkencave dhe ish mësuesi i kësaj shkolle, i cili është dhe redaktori i këtij libri Hajri Mandri. Historia shkruhet. Shkruhet sepse nuk duhet harruar. Jemi mbledhur rreth një emri, Nafie Jellë. Është një mësuese që në mund të konsiderojmë model të redukimit dhe të figurës së mësuesit, për vetë faktin që jo vetëm në kujtimet e mia që nga shkolla e lartë që kemi qenë student, por gjithë vijimësinë e saj, është një personalitet që ka gjeneruar energji pozitive, gjithmonë, të gjithë kush, të nxënësit dhe prindit, është një model. Në rrjedhën e viteve, shkolla e mesme u shndrua në një kolegj shumë vjetësh, në profile si gjimnaz, shfrytëzim mineral, dhe gamjet, me dhe pashkëputjen nga punë. Shtrimin mineraleve të mburta, gjeologi dhe gashtim, me dhe pashkëputjen nga punë. Elektromekanik, pa shkëputjen nga punë, elektrike me shkëputjen nga punë, ndërtimi me shkëputjen nga punë, bujqësore dhe pa shkëputjen nga punë dhe pedagogjike. Shkolla profesionale përgatis të specialistë të mesme që drejtonin sektor dhe proceset me industri dhe kërkim, nxjerrjes dhe përfundimit mineralit provë. Në këtë shkollë u diplomuan teknik të mesëm, por u kualifikuan për llogari bazë dhe në nivelet të tjera si zjarëntar, inspektor të drejtimit dhe të teknologjisë prodhimit mineral dhe të shërbimit gjeologjik. Shkolla e mesme Bulqiz është vatra nga ku kanë marrë dije gjenerata të tëra nxënësish në familjen
shëndetare profesionale. Përshkrimet konkrete dhe të gjalla të autores në këtë libër parakalojnë si në sekuencë filmike, maturantë, klasë, nxënësit, talentë, letrarë, këngëtarë, vallëtarë, aktorë, recituesit, sportistët, atletë, inxhinierë, mësuesit e gjimnazit, si shëmbëtyra qytetarisë dhe mirëkuptimit, aktivitetet mbretëslënëse, mësuesit meritorë që nuk jetojnë dhe ata që pensionojnë, të tjerë që i takojnë në kryeqytet në katedra universitare apo mjekë në qendrat shëndetësore e spitalet qendrore, specialistët drejtues në dikasteret qendrore e ministrisë, në parlamentin qendëri, në pushtet vendore dhe drejtim shkollash e institucioneve të fuqisë, dhe të gjitha këto sikur kanë një embros të përbashkët, kontribut si mësimdhënës apo mësimdhënës të shkollës së mesme të fuqisë. Në vijim të aktivitetit përshëndetën edhe ish nxënës e mësues dhe drejtues të institucioneve të ndryshme, të cilët dhanë bresa dhe përshtypjet e tyre rreth librit, pjesë të cilit janë dhe ata të cilët kanë dhënë kontributin e tyre të çmuar në rritjen e imazhit dhe cilësisë ndër vite. Pjesë emocionuese e këtij aktiviteti ishte edhe momenti kur ish nxënësit e saj, tani personalitete në fusha të ndryshme të jetës, u ngjitën në skenë duke i dhuruar buqeta me lule, si simbol për mësuesin në shenjë respekti dhe mirënjohjeje për të. Gjysha, më e mirë për krejtë. Mia minha música de maturus de festa. Todo mundo aqui da volta é maturus de festa. Ju falenderoj i mirënjohjes për të gjithë profesorët, për gjithë mësuesit, edhe të fuqisës, edhe të gjithë të ardhurit që kanë ardhur në vite e fuqisë. Na kanë dhënë dashuri, na kanë dhënë kulturë, na kanë bërë të jemi këto që jemi sot. Kemi një shëndet të Ju falenderoj të gjithëve, zyshës një përqafim. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit zysh që sot këtu në dhurove një vepër arti. Sinqerisht, i modeli i qytetarisë. Janë orë të gjata pa gjuhë, po sakrificë, gjithçka. Faleminderit. Universitetin të Dorës. Faleminderit Gjyshnafia për gjithë kontributin e dhënë në gjithë këto vite për qytetin tonë. Jam shumë krenare që kam qenë nxënësja jote. Të uroj jetë gjatë, shëndet, familjarisht. I aset, i pashuar, i fuqisës. Nuk ka kënaqësi më të madhe në krahë e kam besën time Klea. Që është studente e shkëlqyer në një universitetet më të dëgjuar dhe më të njohur në New York. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, nga unë Erti Lavoci, një vajzë dhe një njusë fuqise. Për Gjyshnafia Jellën nuk mjaftojnë as fjalët dhe as koha për të shprehur gjithë mirënjohjen tonë. Faleminderit Gjyshnafia që ekziston, je një ikonë dhe një aset i vendit tonë. Faleminderit për kujtimet e bukura të gjithë qytetarëve që u ke dhuruar. Kjo është diçka shumë simbolike që kam dhuruar, ta keni gjithmonë kujtim nga unë dhe Driloni. Faleminderit shumë. Përshëndetje shumë edhe nga unë, jam Armanda, nësë Albert Vocit, edhe unë jam nëse fuqize, po edhe mbetë fuqize. Emrin tënde kam njohur nga bashkëpunët e mi, që janë qenë të gjithë nxënësit tu. Dhe kur të has në rrjetet sociale të ndjek gjithmonë, edhe kam një ndjenjë pozitiviteti dhe mirësie që
që më shoqëron gjithmonë kur të shoh. Kështu që me shumë respekt sot dhe me shumë dashuri kam ardhur dhe në emër të Albertit që keni pasur zënës, që është burim, të falenderoj dhe të uroj suksese për lindjen e librit historiku. Dhe uroj që mendja jote dhe shpirti ndriçofshin për edhe më prurje të reja artistike. Faleminderit. Kjo është Tina, vajza ose vajti. Dhe kjo ka përbuar dhe të shkëqyrë. Të dashur pjesëmarrës, të dashur kolegë, të dashur shënzonës. Të shkruash historinë e një shkolle nuk është e lehtë. Por ajo që më ka bërë të lehtë mua për ta thënë, për ta pasqyruar atë historik, është fal bashkëpunimi me të gjithë ish-drejtuesit e shkollave. Në duke filluar nga i pari zotë me Fikërishi e duke përfunduar tek e fundit Zoja Sandra Beqa. Kjo ka qenë arsye që më pas të lehtë ta shkruaj këtë historik. Por ajo që duhet të theksoj, dhe që është shumë e rëndësishme për mua, është sepse historiku mbark një vlerë në vetvete për të gjithë rrugtimin e shkollës së mesme të Buqisë. Faleminderit edhe një herë. Ishin zotës dhe të mi që me shumë dashuri ka dhënë gjithçka për mua. Edhe një herë ju faleminderit gjithëve. Secili që jeni ju këtë sallë dhe jashtë sallë, ju a them me shpirt dhe me zemër, keni qenë pjesë shumë e rëndësishme e jetës time. Faleminderit që ishit pjesë e këtij historiku.